Kjo luftë e tretë botërore më duket se ka filluar si një lloj filmi dhe nga sa po shoh, e gjithë bota po e merr me shaka, duke bërë se hir dhe duke i qëndruar stoike asaj thënies, larg time, por harrojmë se pasi të mbaroj bytja e Ukrainës dhe Palestinës, do të afrohet aq shumë tek këtyre që u duket larg, se nuk do të kenë as kohë as mundësi të luajnë me bytja e tyre të përdredhur. Rusia me rreth 150 milion banor, që nga 24 shkurti i vitit 2022, pra mbi 3 vjet, ka sulmuar Ukrainën dhe ka bërë hije mbi 600 milion europian dhe 400 milion amerikan. Por secili prej tyre mendon se është shumë larg tyre. Izraeli me rreth 10 milion banor, për gati një vit pothuajse ka pushtuar dhe rrafshuar Palestinën me rreth 12 milion banor, ka sulmuar sa herë ka dashur Libanin me rreth 7 milion banor, Jordanin me rreth 12 milion banor, Jemenin me rreth 30 milion banor, Sirin me rreth 23 milion banor, Egjiptin me rreth 115 milion banor, dhe Iranin me rreth 85 milion banor. Pra Izraeli me 10 milion banor sulmon, pushton dhe kërcënon 7 shtete sovrane arabe me rreth 285 milion banor. Sipas strategëve të mëdhenj ushtarako-politik globalist, a mund të ma shpjegoj se si është e mundur që pakica ose 160 milion banor nga Rusia dhe Izraeli sulmojnë, pushtojnë dhe kërcënojnë shumicën, rreth 1.3 miliard banor të BE-s, SBA-s dhe vendeve arabe? A është me të vërtet luftë, apo një loj luftrash si ajo me Covidin? Kujt i intereson destabilizimi, terrorizmi dhe nxitja e frikës e panikut tek pothuajse 1/4 e botës? Sepse Kina, Afrika dhe India jo vetëm që nuk janë pjesë e kësaj loje, por me shumë mundësi, edhe pas 10 vitesh kur ky teatër të ketë mbaruar, nuk do ta kenë marrë vesh fare se çfarë ka ndodhur dhe pse ka ndodhur.